Shenja e parë e kiametit që ju ka shpall këtij ummeti që kiameti është afër, dërgimi i pejgamberit alayhis salam. I fundit pejgamber s'ka më çfarë? Kiameti ka më. Klasifikimi i shenjave të kiametit nuk do të bëhet kiameti pa ndodh të gjitha këto shenja që kanë ardhur dhe prova që kanë ardhur hadithe të sakta të saktësuara prej ulemave të shkencës hadithi që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar sot e 1440 sa vjet. Pra nuk paraprihet kiameti pa ndodh të ndodhi. Shenja e parë e kiametit që ju ka shpall këtij ummeti që kiameti është afër, dërgimi i pejgamberit alayhis salam. I fundit pejgamber s'ka më çfarë? Kiameti ka më. Jam dërguar unë si pejgamberi i fundit, afër me kiametin sikur të dy gishta, dhe ka bërë me shenjë dy gishta. Të dy gishta. Gjithashtu vdekja e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prej shenjave të kiametit. Mirë po, shumica e këtyre shenjave të vogla qysh me ardhjen e pejgamberit, me ndrimin e jetës së pejgamberit, me provat, me konfliktet, me kalifatin e pejgamberit alayhis salam, me çlirimin e Jeruzalemit, me mortajin që ra në Amwas në Sham, shumë ndodhi, po të thurë se 40-50% sipas ulemave, shenjat e vogla janë sos. Pra janë konsumu dhe kam ndodhë. Nuk mbetet tani vetëm se gjenja, situata, aktualiteti jonë sot që shohim, prekim, jetojmë në mbar globin. Dhe vetëm se zin dhe përzin dhe gumzhin nga këto shenja dhe për këto shenja. Pra ne vëllezër duhet me qenë vetëdijshëm dhe të përgatitur. Thotë i dashmizontit alayhi salatu wassalam, para kiametit thotë, do të ndodhin sprova të mëdha, thotë. Si copëzat e errësirës natës, pra i përshkruan njëna mas tjetrës, domethënë, Ashtë lahtashme do jenë të sprova. Ashtë lahtashme do jenë të konflikte. Sa që besimtari do të gëdhin, duke qenë besimtar dhe do të ngrysi mohus. Ka do mbroj fermën në ditës. Do dali prej feje më në ditës. Dhe e kundërta, do të ngrysi musliman dhe do gëdhin shafir, pa din pa imo, zotë më ruja rabbi.